Përshëndetje goca, nga dita e shtunë. Unë vlogun që kam përgatitur, që e kam edituar, nuk e kam postuar ende, por ndërkohë po hap të vlogun e ri, edhe tek ai vlogu para kam qenë shumë më dyshje për shumë pjesë që kam folur, kam qenë më dyshje ti postoj ose jo. Nuk e di se çfarë komentesh do marr ende, por gjithsesi uroj të më keni kuptuar të gjitha i vlogu, edhe tani sapo jam bërë gati, edhe do dalim së është ditë shtunë, do ikim pim një kafe nga Kunata, edhe patjetër që do e hap kamerën, kështu që shifemi. Ora është diku te 1 edhe mjegulla pafund. Kam marrë dhe kafen edhe nisemi. Goca u nisëm, po gjejeni pak që ndodhi. Ajo kafe që mora, edhe pse ishte me termos, u derdh. Pak, po u derdh. Edhe burrima ka fiksim makinën, kështu që para se të dalim, para se të ikim, po ndalojmë te një lavazh. Edhe duhet ta pastrojmë. Burrë do më thënë se unë mundova e pastrova pak, e mblodha pak atë kafen, tani të shohim. Ndërkohë ndalova dhe në farmaci, mora disa gjylpëra që më kishin dhënë për vete, unë nuk e kisha marrë për vete, edhe me që i duheshin mamet në Shqipëri, janë ato gjylpërat e mpiksjes gjakut, unë kisha marrë një pako, ndërkohë mjeku më kishte dhënë 2 pako, kështu që kam aty një 3 copë që kanë ngelur nga pakoja parë, edhe një pako do ja çoj mamet. Kështu që tani nisemi për të lavazhe, u ndrua plani, dhe mbas lavazhit, direkt, në Elmson. Ika tani edhe do shihemi, se nuk filmoj dot ndërkohë që e kam burrin këtu, se është gjithë nerva nga që kam derdh kafe në makinë. Ciao! Po unë jetoj në Gjermani. Sa iku me Shqiperojës. Shqiperojës. tani të themi të auto. Retën për mua, po thoni të tjerë dhe në me lajnë time. Jingle bell, jingle. Jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh.
Përshëndetje goca. Atëherë tani jam duke parë Big Brotherin edhe ka shkuar ora 12 e natës. Për momentin është reklam. Ky Big Brother nuk e di, po më pëlqen aq shumë që në puntatën e parë, rrallë herë më kam pëlqyer Big Brotherat që në puntatën e parë dhe shifen shumë karakterët të bukur, shumë karakterët fort, kështu që mezi po pres që ta shoh të Big Brotherin edhe sot nuk po më zë gjumi hiç, po hiç. Ndërkohë po mungon shumë ato Big Brotherat që janë në Shqipëri, që asnjëherë nuk isha vetëm, bruna ndenjë deri nga ora 10:11, po pastaj iku edhe jam vetëm. Ndërkohë po mendoja shumë se si nuk bërën asnjë hyrje për Shpatin, i cili ishte pjesë e kastit edhe shumë pak kohë para fillimit Big Brotherit ndodhi ajo që ndodhi. Por në momentin që ka qenë për të hyrë ai, normal që e kujtuan edhe për këtë më bë shumë qefi, se fund fare duhet kujtuar patjetër përderisa ishte pjesë e kastit. Tani, unë fillim fare më pëlqeu shumë Miri edhe thash, okay, ky po, do jetë se s'bën një ndër kryesorët, por me hyrjen e këtij tjetrit që nuk ja di emrin, Armiri, po, Armiri, me hyrjen e Armirit, pash që edhe ky shumë personazh kryesor do jetë. Tani a për mirë, a për keq, nuk e di, po ky Big Brother shumë interesant. Gjithashtu dhe ky Iliri, unë kam parë ca video në TikTok edhe më zhdukur shumë jo tamam, por këtu te Big Brother po shoh që avash po e merr kalan nga brenda. Edhe pse jo do jetë dhe ky një ndër. Se kështu është kur do me filmu në orën 12 natës edhe do me filmu me efekt, më ndërprej ajo video, ta vazhdojmë aty ku e lam. Ky Iliri po e merr kalan nga brenda. Edhe ky më duket do jetë tek ato kryesorët. Pastaj Lore Selinën me atë komentin që bëri, në mendjen tënde ti e mbret. Ajo ishte ironi totale, mendoj. E vetmja gjë që nuk kuptoj te ky Big Brother, çynte Monika këtu. Kur u bë Monika opinioniste, se do stash kryeministre. Ajo akoma nuk i ka dalë keqja nga votat, se ngeli duke dhënë komente për votat, edhe nuk më duket fare gjë e bukur që është Monika opinioniste. Gjithsesi, do e shohim. Them edhe një ca gjëra tjera, se ndërkohë ma ndërpreu ajo reklama. Sot, siç e keni parë nga videot, ne bërëm pemën e vitit të ri të Shtëpia Kunatës. Edhe unë kur shkova atje nuk ishim përgatit hiç për pemën, dhe kur shkova atje pash që po bënin ca rregullimet e pemës, se kishin ardhur zbukurime të reja, dhe thash, okay, po mendoj që dritat vendosen kështu, edhe tha Kunati, e di ç'ke tha? Rregulloje. Edhe më ndihmovi Lori, kushërira e burrit Kunatës. E rregulluam të dyja, edhe pastaj fëmijët që i kishim aty vërdall, po nuk kishim shumë njerëz tjerë vërdall, se nga që unë doja të filmoja për vlog, edhe vetëm Lori e pranoi të dilte në vlogun tim, kështu që të tjerët nuk u duken më gjatë vlogut. Por i deti merrnim nga divani, ndërkohë nëse keni parë aty, se unë nuk e kam parë ende atë videon, por nëse juve aty keni parë ndonjë pjesë nga televizori, kuptojeni që burrat ishin duke luajtur PlayStation, edhe nuk na lanë ta vinim atë televizorin në modin e rregullimit të pemës, por vazhdonin luanin PlayStation dhe mundësisht edhe talleshin, thoshin kaloni nga muri se e ke lënë pas bukuruar që mos t'ju prishni punë të PlayStationit. Edhe u kënaqëm sot. Ja kaluam shumë bukur. Lori, faleminderit që dole te vlogu im, pranove. Je personi i dytë që dole te vlogu im mbas mamit, se vetëm mami ka pranuar dalje ke vlogu. Edhe tani unë po pres të përfundoj ky Big Brotheri, edhe t'ja fus gjumit, se jam për gjumësh. Prandaj po i bëj këto videot me snap, se nëse do i bëj me kamerë normale, do shikoni ca rreth zing kështu, ca sy të skuqur, kështu që unë nuk do filmoj më për tani. Ju puç fort edhe ciao. Shifemi nesër. Ti
besoj kuptohet se sa ftohtë është ditë e diel në darkë, sot kemi ndjenjur gjithë ditën në shtëpi, nuk kemi dalë fare, nuk kemi bërë asnjë gjë. Vlogun më në fund e postova, po nuk e di se çka ka ndodhur. Ky vlogu ka marrë shumë pak shikime. Ndoshta ka ndikuar Big Brotheri, ndoshta ka ndikuar diçka tjetër, nuk e di, por do ta shohim të vlogu radhës, nuk do postoj më vlog ditën e diel. Këtë e vendosa. Vlogjet zakonisht i kem ditën e njëjtë ose të premte, ndoshta. Dhe tani po dalim se po na haj doner. Ikëm. Sot te Tiki Maxi. Nga Tiki Maxi sa po dolëm, edhe kam bërë super blerje. Do ja tregoj në shtëpi. Tani tikim te makina edhe shifemi në shtëpi. Ciao. Përshëndetje goca, kemi ndaluar të Arale se unë tani nuk ja kam thënë ende, por nesër nisemi për Holland. Pushimet e radhës do i bëjmë në Holland, edhe jam shumë emocionuar për këto pushimet, se kemi shumë kohë që duam të bëjmë, dhe i kishim shtyr jo muajin tjetër, derisa më në fund i rezervova këto pushimet edhe nesër nisemi. Tani po mbushim makinën full me benzinë, ta kemi për rrugës dhe ikëm te Tiki Maxi. Kam bërë disa super blerje. Kam bler si fillim një krem për fytyrën, kam bler këtë llojin dhe e kam marrë nga 80 euro vetëm për 17 euro. Super çmime. Edhe ishte shumë hidratues dhe ishte fiks për dimrin e Gjermanisë. Pastaj kam bler edhe një xhupë edhe ca gjëra të tjera, po doja t'rregoj në shtëpi. Përshëndetje goca, atëherë siç e pat nga videon përpara, nuk ikëm në shtëpi, po bërëm një kthes te McDonald's, sepse ju e dini tani që unë vdes për McDonald's. E di që nuk më bëjnë mirë, po janë shumë të mira. Përshëndetje goca, kam bërë disa videon përpara, po besoj se nuk kam folur shumë qartë, se kam qenë ose në makinë, ose diku e ndaluar duke parë për diçka, dhe ju e dini tani që unë kur jam pranin e njerëzve të tjerë kam shumë vështirë të flas. Ishim te Tiki Maxi që në mëngjes kam bërë blerje, edhe pastaj shkuam deri tek McDonald's, dhe shtash Burger King. Deri te McDonald's, se tani e dini që unë vdes për ato burgerat e McDonald's. Dhe po ju tregoj blerjen kryesore të Tiki Maxi. Më në fund kam gjetur super xhup, mendoj. E kam marrë diku te 72 euro më ka bëj. Dhe ja, ky është xhupi. Çmimin real ky e ka patur, për tani ta shoh. Çmimin e parë real e ka patur 120 euro. Dhe unë e kam marrë vetëm për 72 euro. Për t'ju tregoj. Dhe t'ju tregoj si më riveshur tani. Të xhupin do ta vesh kur tikim nesër në Amsterdam. Dhe shkova e mora që sot, se nuk doja t'i kam ato xhupet që kisha, nuk më pëlqente asnjëri se si më rrinte. Dhe i thash burrit do iki do blejmë xhup. E vendosa domethënë në moment edhe shife që ka dhe më kështu që mban ngrohtë të duart. Fiks për këto ditët e ftohta. Edhe me rripën këtu që të më tregoj mirë të pjesa e belit, që unë pas kam kthyer mbrapsht për sa shoh. Gjithsesi, diçka e tillë është ideja, këto të duarve që të mbajnë ngrohtë, dhe kështu do ikim nesër. Edhe kapuçe shumë e bukur, më pëlqen. 10 nga 10 mendoj. Tani nuk e di se sa ngrohtë do mbaj ky, po kështu duket shumë materiali ngrohtë dhe shumë materiali mirë. Ta heq këtë tani që t'ju tregoj edhe çka kam bler tjetër, se kam bërë dhe disa blerje tjera, kam bërë dhe burrit disa blerje, por ato të burrit nuk po ju tregoj se ju e dini tani që ai nuk do që të tregoj shumë gjëra për ata. Kështu që po tregoj vetëm të mijat. Kështu që po tregoj vetëm blerjet e mia. Gjet mijat tani ku janë. Vetëm këto të dyja janë për mua. Atëherë, si fillim,
Kam bler këtë kremin. Ky ishte super hidratues dhe ishte fiks për këtë kohën e Gjermanisë. Redukton tharjen e lëkurës, hidraton, ka atë efektin plumping. Ky apo diçka, për t'ju tregoj edhe këtë dhe pastaj ta hap të ta provojmë bashkë. Kam marrë edhe këtë baterinë për telefonin sepse mua tani ju e dini që unë duhet filmoj, duhet bëj foto, duhet jem gjithë kohës me telefon karikuar. Kështu që normal që do të kisha një bateri me vete. Edhe e mora aty, e kam marrë 15 euro nga 18 euro, jo në një ullje, wow. Tani do ta bëj për ta karikuar unë sot. Edhe pastaj do ta marr me vete. Oh my god, unë me zi hap këto kartonat, me zi ashtu. Kjo është bateria. Ka edhe fishin për telefonin tim edhe për ta karikuar, se ky fishi bën edhe për telefonin tim. Kështu që baterinë e kam tani, nuk justifikohem dot më të them që s'kisha bateri. Hapim kremin tani. Momenti i të shumë priturës. Erdhi. Nuk e kam hapur as vete, edhe nuk e di se si është, nuk e kam përdorur ndonjëherë këtë kremin, por mendoj se nga çmimi dhe nga firma, normal që do të jetë krem i mirë. Kështu është brenda. Okej, i mbyllur. Çka? Shikoni që s'e kam hapur akoma ta provoj. Okej, ka këtë strukturën. Unë s'kam vënë fare krem sot, as make-up, kështu që aromën e pas ka shumë të mirë. Oh my god, sa keq jam unë me këto hapjet edhe mbyllet e kutijave. Ja. Fiks mendoj. Përshëndetje goca, atëherë unë këtë videon e nisa kam 2 minuta që e kam nisur, po që po bëja, po flisja kot në kot, edhe thash okej, do e nis deri nga fillimi që mos merrem bëj shumë editime. Te ky vlogu mendosa që të bëj edhe këtë pjesën, pastaj të bëj mbylljen e vlogut edhe ta editoj rrugës edhe ta postoj sa më shpejt. Dhe atje në Amsterdam pastaj do bëj vlogun e ri në Amsterdam dhe në Rotterdam do vizitojmë këto 2 vendet, kështu që atje do kemi vlogun e ri dhe mezi po pres këtë udhëtimin se unë vdes për udhëtime. Kam edhe një lajm tjetër për juve që dje o pardje? Dje ose pardje, nuk e mendoj, pardje më duket, kemi prerë biletat për Shqipëri. Edhe mezi po presim të vija i marsi, se kemi prerë për mars. Kështu që në muajin mars, pothuajse 3 javë, do të jem në Shqipëri. Edhe mezi po pres. Ai është udhëtimi që mezi po e pres pastaj. A keni edhe juve kaq durim në orën 2:30 mëngjesit gati testroni flokët? Unë qëse nuk i pjastroj, qëse nisem flok pa pjastruar dhe i lë bratje, kur tike atje mi janë gatruar komplet flokët. E kam flokën që më gatrohet shumë, prandaj jam me të tyruar të pjastroj. Nuk e di pse kam një mendim që do flej gjumë gjithë rrugës. Ndërkohë për rrugës do vesh kostumin sportiv, normal duat jem sa më rehat, edhe ku kam rehat sa me kostum sportiv. Do vesh vetëm kostumin sportiv, një bluzë me krah të shkurtra dhe xhupin. Do marr edhe xhupin tjetër me vete, do marr 2 xhupat se nuk e di domethënë. Kam marrë një fustan me vete, nuk e di se do ta vesh, po nëse nuk është aq ftohtë, do ta vesh. Ndërkohë dua t'ju uroj edhe të gjithë besimtarët që festojnë Krishtlindjet
gëzuar edhe sa më shumë gëzime, sa më shumë bashkësim familjet tuaja. Unë nuk i festoj për kaz besimit musliman, por i respektoj gjitha besimet, kështu që pse jo, ndërkohë t'ju urojmë gjithë ata që e festojnë. Goca, u nisëm më në fund për në Holland, temperaturat janë -5, ora është 3 e natës. Shpresoj që nga mëngjesi do jemi në Holland, shpresoj të na shkojë rruga mbar. Edhe shifemi të vlogu tjetër. Për gjitha juve që nuk keni bërë ende subscribe, më bëni subscribe për të parë video në radhës. Mirupafshim!